Shënimi i fundit të ditës, por jo për nga rëndësia, është ai që lidhet me gjykatën kushtetuese, e cila nuk e ka gjetur dot forcën për të mos e lejuar rrimarrjen peng të qeverisë së Shqipërisë, me një mjet të paparë dhe të padëgjuar në botën demokratike, siç është pezullimi i një antari qeverie nga një prokuror dhe gjykatës në një seancë paraprake, pra pa filluar akoma gjyqi. Kështu Shqipëria bëhet, për herë dytë në 2 muaj, shembulli i parë i një budallëku botëror. Sepse gjykata kushtetuese u mbyt në lugën e ujit të turbullt të atyre që Cervantesi në librin e tij të famshëm Don Kishoti i Manchës i quan arsyet e mosarsyes. Por fakti është se mos vendimarrja e gjykatës kushtetuese e kthen në fuqi pezullimin e ministres, e cila, që të jemi shumë të qartë, pavarësisht se qartësia është një luks dhe një luks i rrallë që mund ta kërkosh, po vështirë ta gjesh në turbullirën e 700 tenxhereve politike mediatike, nuk akuzohet për korrupsion, as nga vetë prokurori që shpiku pezullimin e antarit të qeverisë, me vendim të një seance të mbyllur të përgatitjes së një gjyqi. Sidoqoftë, zhbërja e kësaj